Hej të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet më të fundit dhe për të komentuar lëvizjet më të fundit në jetën e artistëve shqiptar. Do të ndalojmë tek Xheneta Fetau. Xheneta Fetau, e ftuar në një emision në televizionet shqiptare, la të kuptueshme diçka. Tani nuk e di nëse Xheneta këtë gjën e bën vetëm për klikime, e bën për të marrë shikueshmëri, apo e bën vërtet sepse ka një diçka që fshihet në këtë mes. Njëri nga banorët e Big Brother VIP Kosova, në këtë rast Kushtrim Kelani, një këngëtar i mrekullueshëm, është brenda asaj shtëpie. Xheneta Fetau, si që duket nga jashtë shtëpisë së Big Brotherit, ka përzgjedhur se për këtë bën tifo, ka përzgjedhur se këta mbështet edhe këta bën virtual. Tani, duke ditur se çfarë impakti ka Xheneta në rrjetet sociale, mendoj që ndikon jashtëzakonisht shumë tek mbështetja dhe tek fama e menjëhershme e banorëve brenda, edhe pse banori në rast, Kushtrimi, po t'ja vëm mendjen, gjatë gjithë kohës këndon këngë dashurie që ndërlidhen me intervistën që Xheneta e la të hapur, që publiku të mendon që Xheneta Fetau është në një lidhje dashurie me Kushtrim Kelanin. Ajo nuk është se pranoi publikisht që është në një lidhje dashurie, por e la të nënkuptueshme si të tillë që mund të ketë krijuar një emocion, mund të ketë krijuar një lidhje dashurie, mund të ketë krijuar një pasion me Kushtrim Kelanin. Interesante do të ishte në fakt, sepse ne kemi bërë hamendësime të ndryshme për Xhenetën, që u përfol një herë për një boksier që ishte në lidhje Xheneta, që mos përmend emra sepse i bie që kanë qenë të gjitha hamendësime kod dhe nuk dua që personazh në fjalë të ndjehen keq. Pastaj Xheneta Fetau në trotuar tha që unë kam një lidhje të hapur, u përfol që do të jetë pjesë e platformës Big Brother, por ne Xhenetën nuk e pam që është pjesë e asaj shtëpie apo e opinionistes, por do të presim edhe një javë në talkun e Bigut që Xheneta mund të ketë një rol të rëndësishëm, por siç duket Xheneta dëshiron të krijon një dinamik jashtë për t'i dhënë suportin Kushtrimit brenda, për ta mbështetur pafund. Në atë që unë e shoh, do me thënë nuk e besoj që Xheneta mund të ketë një lidhje dashurie. Mund të ketë një afrimitet shoqëror, sepse e di që artisti në fjalë, do me thënë është mik i Ilirianës edhe i Adrit, dy ish banorët e mëhershëm të Big Brother VIP Kosovës, por njëkohësisht edhe miq të afërt të Xhenetës që sollën në treg këngën Haram, që Xheneta me prezencën e saj, me influencën e saj që ka në publik, e shndroi këngën me një herë në hit, dhe mendoj që këto janë format e mekanizmit të Xhenetës që ka përzgjedhur që të sjellte publiku dhe të rritë vlerën e banorëve brenda shtëpisë së Big Brotherit, duke folur për to, duke sjellur gjërat më me pikpyetje për to, dhe duke krijuar një lloj dinamike jashtë se Xheneta a është në lidhje apo nuk është në lidhje. Unë nuk e besoj që është në lidhje, mendoj që edhe vetë protagonisti në fjalë, banori, kur do ta dëgjon, si jam i bindur që produksioni do t'ja lidhen këtë deklaratën, sepse është një deklaratë që është bërë buj jashtë shtëpisë së Big Brotherit, mendoj që do të jetë një humor që edhe ai do ta pranon që kanë një afrimitet shoqëror me Xhenetën, por jo që janë një lidhje dashurie, sepse artisti në fjalë nuk është se ka qenë një protagonist anonim që nuk është njohur dhe portalet të medias së Ros nuk e kanë investiguar. Ky është mendimi im në këtë raport, por dua të marr mendimin tuaj.